Në një botë ku miliardat shkruhen me një buzëqeshje, ku pasuria nuk është më vetëm një qëllim, por një mjet për të ndikuar botën. Shqiptarët nuk mungojnë në këtë listë elitare. Shpesh kur flasim për njerëz të pasur, mendojmë për emra si Elon Musk apo Jeff Bezos. Por pak e din se edhe gjaku shqiptar ka dhënë figura që sot komandojnë perandori financiare në të gjithë globin. Kush janë ata? Si e ndërtuan pasurinë e tyre marramëndse? Dhe çfarë i lidh këta miliarder me kombin ton? Në këtë video do të zbulojmë 5 shqiptarët më të pasur në botë. Do të nisim nga vendi i 5 dhe do të ngjitemi drejt majës. Aty ku ndodhet shqiptari më i pasur që ka ecur mbi hije, dritë dhe suksese globale. Bëhuni gati për një udhëtim frymëzues mes ambicjes, sakrificës dhe triumfit shqiptar në skenën botërore. Para se të nisim, nëse të pëlqen historia, suksesi dhe emrat e mëdhenj shqiptar që bëjnë krenar gjithë kombin, mos harro ta pëlqesh këtë video dhe të abonohesh në kanalin ton. Kështu na ndihmon të sjellim edhe më shumë përmbajtje si kjo, me fakte, pasion dhe krenari shqiptare. Behgjet Pacolli, pasuri e vlerësuar rreth $1 miliard. Në vendin e 5 qëndron një emër që i ka kaluar kufit e botës së biznesit dhe ka hyrë fuqishëm në politik. Behgjet Pacolli, i lindur në Marec të Prishtinës, është ndoshta një nga figurat më të njohura shqiptare në arenën ndërkombëtare. Ai është themeluesi i kompanisë Mabetex Group, një gjigant i ndërtimit me sëli në Zvicër, që ka ndërtuar disa nga ndërtesat më të rëndësishme në Rusi pas rënies së Bashkimit Sovjetik, përfshirë edhe Kremlinin. Pacolli ka qenë presidenti i Kosovës për një periudhë të shkurtër dhe ka shërbyer edhe si ministër i jashtëm. Ai është gjithashtu i njohur për aktivitetet e tij filantropike, duke ndihmuar në ndërtimin e shkollave, spitaleve dhe xhamive nëpër Kosovë. Një figurë komplekse që ndërthur biznesin me politikën dhe humanizmin. Sajmir Mane, pasuri rreth $1.4 miliard. Një tjetër gjigant i biznesit është Sajmir Mane, një emër që ndoshta nuk i bie shumë në sy publikut të gjerë, por që në botën e sipërmarrjes shqiptare është një ikon. Ai është president i Balfin Group, një nga grupet më të mëdha të investimeve në Shqipëri dhe në rajon. Balfin ka investime në fusha si ndërtimi, teknologjia, tregtia me pakicë, energjia, bujqësia dhe shërbimet financiare. Sajmir Mane e ka nisur rrugëtimin e tij në vitet 90 me shitjen e produkteve elektronike, për ta kthyer pastaj vizionin e tij në një perandori të vërtet ekonomike që shtrihet në disa shtete të Ballkanit dhe më gjerë. Ai është një prej shqiptarëve që ka ndërtuar pasurinë me vizion afatgjat dhe investime të qëndrueshme. Nicolas Bergruen, pasuri mbi $3.2 miliard. Vazhdojmë me një figurë intriguese dhe paksa enigmatike për publikun shqiptar, Nicolas Bergruen. I njohur si miliarderi pa shtëpi, ai është djali i një babai gjerman me origjinë hebreje dhe një nëne shqiptare me origjinë nga Kavaja. Gjyshi i tij nga ana e nënës ishte aktori ikon Aleksandër Mojsiu. Bergruen është themelues i Bergruen Holdings, një firmë që ka investuar në pasuri të paluajtshme, kompani prodhimi, teknologji dhe shumë fusha të tjera në më shumë se 25 vende të botës. Ai ka qenë pjesë e bordit të shumë kompanive ndërkombëtare dhe themelues i Institutit Bergruen, një think tank që merret me çështje globale, filozofi, qeverisje dhe ekonomi.
shpesh ka refuzuar jetën e luksit për një jetë më filozofike dhe me theks në ndikim shoqëror. Megjithatë, pasuria e tij mbetet e jashtëzakonshme. Sahit Muja, pasuri mbi 3.5 miliard dollar. Në vendin e dytë ndodhet një tjetër emër që shpesh nuk figuron në mediat shqiptare, por që ka ndërtuar një pasuri të jashtëzakonshme në SBA. Ai është Sahit Muja, i lindur në Tropoj dhe i shpërngulur në Amerikë. Muja është themeluesi i kompanisë Albanian Minerals dhe investitor në fushën e energjisë, minjerave dhe metaleve të ralla. Pasuria e tij është ndërtuar mbi rezervat minerale në Shqipëri dhe Ballkan, të cilat i ka menaxhuar me partnerët ndërkombëtar. Ai ka marrë pjesë në projekte të mëdha energjetike, duke u bërë një nga zërat më me ndikim në botën e resurseve natyrore. Sahit Muja është shembulli klasik i emigrantit që arrin suksesin e madh në një treg global. Nazif Destani, pasuri afër 4 miliard dollar. Në majën e kësaj liste qëndron Nazif Destani, një figurë që përfaqëson më së miri suksesin shqiptar në biznesin global. I lindur në Tetov dhe me veprimtari të shtrirë në Gjermani, ai është president i Ecolog International, një kompani e specializuar në logjistik, shërbime për bazat ushtarake, energji dhe teknologji. Ecolog operon në mbi 35 vende të botës dhe ka kontrata me institucione të mëdha ndërkombëtare, përfshirë NATO-n dhe OKB-n. Përtej biznesit, Nazif Destani është i njohur edhe për përkushtimin ndaj komunitetit shqiptar. Ai ka ndihmuar shumë iniciativa kulturore dhe sportive, përfshirë klubin e futbollit Shkëndija në Tetov. Vëllai i tij Blerim Destani është aktor i njohur, ndërsa familja Destani shihet si një prej familjeve më me ndikim në mërgatën shqiptare. Këta 5 shqiptar janë dëshmi e fuqisë së mendjes, guximit dhe vizionit. Të gjithë e ka nisur nga e para, në vende të ndryshme të botës, por me një të përbashkët, rënjët shqiptare dhe dëshirën për të arritur lart. Nëse dikur ëndrat e mëdha për shqiptarët ishin të paarritshme, sot këta emra tregojnë se çdo kufi mund të kapërcehet me punë, vendosmëri dhe një vizion të qartë. Dhe ja ku i zbuluan 5 shqiptarët më të pasur në botë. Tani është radha juaj. Cilin nga këta emra ju ka lënë më shumë përshtypje? A mendoni se mungon dikush tjetër në këtë listë? Shkruani mendimin tuaj në komente. Jemi shumë kurioz t'i lexojmë. Mos harroni ta pëlqeni videon nëse ju duk interesant dhe ta abonoheni për më shumë histori si kjo. Ne do të takohemi në videon e radhës.